Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Fillimi çdo muaj shoqërohet me të njëjtin problem për pensionistët në Vlorë. Qindra të moshuar detyrohen të presin me orë të tëra në ambientet e postës shqiptare për të tërhequr pensionet e tyre. Fillimi i çdo muaji shoqërohet me të njëjtin problem për pensionistët në Vlorë. Qindra të moshuar detyrohen të presin me orë të tëra në ambientin e postës shqiptare për të tërhequr pensionin e tyre. Radhët e gjata, mos funksionimi her pas hershëm i sistemit dhe mungesa e vendeve ku mund të ulen gjatë pritjes e bëjnë këtë proces edhe më të vështirë. Pensionistët shprehen se mbërrin pranë postës që rreth orës 6 të mëngjesit për të marrë pensionin sa më shpejt, por në shumë raste detyrohen të presin deri në mesditë. Pensionistët thonë se situata përsëritet pothuajse çdo fillim muaji dhe kërkojnë një organizim më të mirë të shërbimit, në mënyrë që mos të detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra në këmbë, shpesh edhe në temperatura të larta. Sipas tyre, zgjidhja do të ishte vendosja e një sistemi me numra rendor, siç funksionon në shumë vende europiane, mes tyre edhe Italia. Kjo, sipas pensionistëve, do të shmangte shtyrje në radhë, konfuzionin dhe pritjet e gjata, duke u ofruar atyre një shërbim më dinjitoz dhe më të organizuar. Ndoshta që nga Covid-i se duhen dy plotë një bosh. Është lotë në dy të Tu shumë e lojë, po këtu nuk funksionojnë shumë gjëra. Përse do të bosh? Do të kishte një numrator, çdo pensionist merrte vetë të mësoj. Edhe ato të fishte, ose s'ka nevojë të tregon numratori 7-8. Këtu shtyje, është shumë e vështirë kjo marrja e pensionit, po ka edhe të shkëlqyer, sa këtu. Pse nuk ta kopjojnë lekët nga gjithë? Do ishe shumë normale që se njerëzit do të funksionon me një numrator. Edhe njerëzit e ka dhe të sëmur që nuk i bjerë fita përse 4 njerëzit. Atëherë, 5 gërmat e para datë mirë, 3 gërmat e dyta datë mirë, 2, 3, të kishtë një radhë punë të këqivit, një organizim të shkëshuar. Vitë shumë, i gjithë datat, na njështë të kërë ka sistem tani po. Parë po nuk ishë shumë njërë. Duhet po s'ka. Ja duhet ta pensionet tuaj. Nuk i dilet. Po shumë është. Ja, kemi 4 orë. Shumë është. Po që se, ja, të tjerët vine jo japin një kokë, jo me qikë. Atëre jo me një qikë shokeri edhe ne plet vjere një kështu. Kam 4 orë, ja po rritu. E së mur jam, që të bëjë. Ska këtësi, ska ku janë, i thosh i polica, po ku janë policat. Vitë qojnë këtësia, të qojnë regula. Edhe rrime këtu atë keqenë në lodhe një. Udro? Gjithmonë kështu ka ishë. Po kështu ka gjithë. Hajnë 3-4 dite, pasaj në bjeni qikës. Edhe juve u falen. Pensionet janë të ulta vëlla. Nuk i dilet do të pare me pensionistat. Me domatet janë të larta, speca, çarçabatet janë në Me një pensioni lodhe? Këtu, gruaja ime tani erdhi, e kam të sumur me aty në këmbë. Tualet njerë në rast parë. Ka shumë radhë dhe... Nuk i merë do të, rast data 3, 1 shi, 2 shi, 3 shi sot. Unë kisha qenë data 1, por ai shumë. E kupton? Prapa edhe i valitët po ashtu prapë. Po filloj, po i heqë. Fare. Po i shkurtoj. Si i valitët e... Është lodhshme për kjo radha? Si? Është lodhshme kjo radha? Kjo radha bie në mëngjes, në orën 6. Këtu, ishte radha mbushur aty, plot. Sa u shkullin blokët të njëri tjetër, jytë një shqipër gra. Faleminderit shumë. Pensionistët kërkojnë që institucionet të marrin masa konkrete për të përmirësuar organizimin e shërbimit, në mënyrë që çdo fillim muaji të mos kthehet në një ditë të gjatë pritjeje dhe lodhjeje për ta. 2700 pasagjerë dhe 800 mjete kanë bëritur në portin detar të Vlorës gjatë fundjavës, duke shënuar ditët me fluksin më të madh të pasagjerëve për gjatë këtij sezoni veror. Mësohet se për të përballuar fluksin e pasagjerëve, në dispozicion të tyre janë vendosur 2 tragete të linjës me Brindisin.
2700 pasagjerë si dhe 800 mjete kanë mbritur në portin detar të Vlorës për gjatë ditës së shtunë dhe të diel. Pasagjerët kanë mbritur nga Brindisi nëpërmjet trageteve të linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Fundjava e parë e gushtit ka shënuar kështu ditët me fluksin më të madh të pasagjerëve për gjatë këtij sezoni veror, që tashmë mund të cilësohet në pikun e tij. Mësohet se për të përballuar fluksin e pasagjerëve në dispozicion të tyre janë vendosur 2 tragete të linjës me Brindisi, ndërkohë që të shtunën dhe të dielën një prej trageteve ka bërë 2 udhëtime për shkak të numrit të lartë të pasagjerëve në hyrje. Fundjava e parë e gushtit ka shënuar fluksin më të lartë në hyrje të pasagjerëve në portin detar të Vlorës. Sipas të dhënave, për gjatë të shtunës por edhe të dielës me tragetet e linjës nga Brindisi në Vlorë dhe Ana Sjeltas kanë mbërritur në portin detar 2700 pasagjerë, ndërkohë kanë mbërritur edhe 800 mjete, të cilat janë kryesisht autovetura, por edhe mjete të tonazhit të rëndë. Pasagjerët që kanë ardhur nga Italia kanë qenë kryesisht emigrantë që janë kthyer për pushime në adeun e tyre dhe kanë zgjedhur Vlorën si portën hyrëse për në Shqipëri, ndërkohë që nuk kanë munguar as të huajt që vinë nga shtete të ndryshme të Evropës në Vlorë dhe nëpërmjet Italisë vinë në vendin tonë. Konfirmohet se 800 automjete të cilat kanë mbritur në portin e Vlorës kanë qenë kryesisht autovetura, por nuk kanë munguar as minibus si dhe mjete të tonazhit të rëndë. Fluksi pritet të vazhdojë dhe në ditët në vijim, ku pritshmëritë janë që numri pasagjerëve në mbritje të jetë dhe më i lartë. Pasagjerë të shumt në portin e Vlorës mbërrin në vendin tonë për pushime për gjatë gushtit, jo vetëm gjatë fundjavave, por çdo ditë të javës. Banorët e Selenisës dhe 47 fshatrave përreth vazhdojnë kundërshtimin e tyre për shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin e saj me Vlorën. Pas kuvendit të së shtunës, ata kanë dalë të dielën në një protestë paqësore në fshatin Drashovic. Banorët e Selenicës dhe 47 fshatrave përreth kanë vazhduar kundërshtimin e tyre për shkrirjen e kësaj bashkie dhe bashkimin e saj me Vlorën. Pas kuvendit të zhvilluar për gjatë mëngjesit të së shtunës, ashtu siç u dakordësua, të dielën kanë dalë në një protestë paqësore. Protestë që ka zgjatur rreth 60 minuta dhe është zhvilluar në fshatin Drashovic. Aty janë mbajtur fjalime nga banorët e zonës, duke argumentuar arsyet pse janë kundër territoriales. Gjithashtu është deklaruar se protesta dhe kundërshtia ndaj reformës do të vazhdojë. Është kërkuar bashkim nga banorët e tjerë të zonës për të kundërshtuar në masë këtë vendim, që sipas tyre ndikon në shpopullimin e zonës. Ata kanë renditur edhe disa prej arsyeve pse reforma e re territoriale sjell më tepër vështirësi dhe probleme për ta. Eksperiencën që kam në drejtimin e pushtetit lokal. Një arsye të vetme, them sinqerisht, kam një arsye të vetme të thotë që kjo bashki shkrihet apo bashkohet me Vlorën vetëm për një arsye. Kurse qindra dhe mijë arsye ka që kjo bashki duhet të jetë siç ka qenë. Po këtu jemi vetëm për të gjë. Jemi për të thënë ndal sa gjë po bëj sa bashkie. Sepse shkon ndeshje interesa e kësaj bashkie. Profesor Miqenemi, le heq një zonë e cila është nga sipërfaqja sa është Saranda dhe gjithë zona. Po janë 47 fshatra vëllezër. Ndërkohë që për reformën e re territoriale ka reaguar edhe kryeministri Rama, i cili në platformën X ka thënë se do të ketë një afat 60 ditor për konsultimin me banorët e bashkive që preken nga reforma territoriale. Sipas asaj që shkruan Rama, ky afat kohor do të shërbejë për të marrë mendimet e banorëve të zonave dhe nëse do të konstatohet se reforma nuk funksionon, mund të ketë tërheqje nga vendimi. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër reformës territoriale, 10 qytetarë të Patosit protestuan paraditën e së hënës në qendër të qytetit. Ata shprehen kundërshtimin e tyre ndaj propozimit për ndryshimin e ndarjes administrative, që sipas tyre është një vendim që cënon identitetin dhe historinë e qytetit të naftarëve. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër reformës territoriale, 10 qytetarë të Patosit protestuan pas ditën e së hënës në qendër të qytetit. Nën sloganin Larg duart nga Patosi, ata shprehen kundërshtimin e tyre ndaj propozimit për ndryshimin e ndarjes administrative, duke e cilësuar atë si një vendim që cënon identitetin dhe historinë e qytetit të naftëtarëve. Jo vetëm bashkia e Patosit, por dhe gjitha bashkitë e tjera, 15 bashki që preken nga reforma administrative territoriale, nuk citohet asnjë fakt ligjor, asnjë fakt që pse kjo bashki duhet shkrihet, nuk citohet as arsyet ekonomike apo arsyet demografike që bashkia e Patosit apo bashkitë e tjera të shkrihen. Në fakt të projekt ligj këtu do vjen shtator Kuvendit të Shqipërisë dhe këtë patjetër kartonin e shile para që ta ngresh deputetja e Patosit, Turk TV përfaqësuesës Patosit, e cila nga 4 mandate rresht është votuar dhe në zgjedhjet e kaluara ka marrë votë më të madhe nga qytetarët e Patosit. Në këtë situatë
Tur TV asaj, nuk e di si do ketë sy dhe surat që do dali të gjithëve juve këtu përpara. Atëherë, deputetja zonja Dhima ne nuk kemi asgjë personale me të, ajo të ushtroi detyrën e përfaqësueses së qytetarëve të Patosit të japi një reagim në lidhje me këtë situatë, e cila ka, siç e përmenda pak më pas, ka 4 mandate rresht, e cila është votbesuar nga ky popull. Dhe nuk jep asnjë lloj reagimi, por e shohin që bën tifo dhe bën show në përfjer. Duhet si një grusht i vetë trupin ta mbrojmë këtë me gjatë. Bravo. Se po se mbrojtë një, kur do ta mbrojmë? Ta derdhë gjatë gjyshi im. Tani po e lam ne ta i marri ta hedhe rrugëve, atër turbi jonë është ta bjen edhe. Qa do t'u lem brezave tanë? Ne sot jemi mbledhur këtu për një lajm të hidhur që ka ardhur nga komisioni i grupit punës për ndarjen territoriale. Jemi thjesht të ndijuar për këtë veprim që është bërë. Patosi ka qenë dhe është bashki me mira në realizimin e detyrave, një bashki që nuk ka asnjë lloj detyrimi këtij shteti. Një nga qytetet më të mira, një nga qytetet që zë vendin e 10 në shkallë republike, e për çfarë duhet kjo punë? Prandaj u them edhe një herë, se jemi sot se edhe morëm vesh shumë. Protestuesit u shprehën se Patosi nuk duhet të humbas statusin dhe përfaqësimin e tij administrativ, ndërsa theksuan se një vendim i tillë do të ndikonte negativisht në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës. Sipas tyre, reforma do të përshpejtojë shpopullimin dhe do të largojë edhe më shumë shërbimet nga qytetarët. Në përfundim të protestës, ata apeluan që institucionet përgjegjëse të dëgjojnë zërin e banorëve përpara se të merret një vendim përfundimtar, duke kërkuar transparencë dhe konsultim me komunitetin për çdo ndryshim që prek të ardhmen e Patosit. Katër persona janë shoqëruar në komisariatin e policisë së Vlorës për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së dielës në Palas, ku, sipas raportimeve, është qelluar në ajër me një armë zjarri nga një mjet luksoz i parkuar në Palas. Ndërkohë, këtë të hënë nga burimet e policisë së Vlorës janë konfirmuar më shumë detaje. 4 persona janë shoqëruar në komisariatin e policisë së Vlorës për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së dielës në Palas, aty ku sipas raportimeve është qelluar me armë zjarri dyshohet në ajër nga një mjet luksoz. Jahti parkuar në Palas me në bord 4 persona ka tentuar edhe të humbas gjurmët e policisë, madje dhe të arratisë drejt Greqisë, por angazhimi i strukturave ligjzbatuese ka mundur ta parandalojë. Ndërkohë për rastin e fjalë për gjatë kësaj të hëne, nga burimet e policisë së Vlorës janë konfirmuar më shumë detaje. Sipas të dhënave, jahti ka qenë i ankoruar në Palas, kur të rinj që po festonin në bordin e tij ka nisur të qellojnë në ajër. Një telefonat në drejtorinë e policisë ka bërë që të nisin verifikimet. Kur kanë shkuar drejt jahtit, drejtuesi i ka dhënë gaz duke tentuar të arratisë drejt imarës. Mjeti lundrues është ndaluar dhe shoqëruar më pas drejt Porto Palermos. Përgjatë shoqërimit për në Porto Palermo, personat që gjendeshin në bord kanë tentuar të arratisë në drejtim të Greqisë, por pamundur. Policia ndërkohë konfirmon se pas verifikimeve dhe kontrolleve në bordin e automjetit nuk është gjetur asnjë send i kundërligjshëm. Dyshime ka se arma dhe gzhojat mund të jenë hedhur në det për të humbur gjurmët. Policia e Vlorës vijon hetimet. Një drejtues mjeti lundrues është ndëshkuar me gjop prej 500.000 lekësh të rinj në Ksamil, pasi ka hyrë me gomone në zonën e sigurisë duke rrezikuar pushuesit. Sipas policisë, mjeti lundrues ishte brenda perimetrit të sigurisë në plazhin publik në ishujt e Ksamilit. Blut kanë njoftuar edhe për bllokimin e mjetit lundrues. Shërbimet e policisë kufitare dhe njësia policore detare vijojnë me intensitet kontrollet dhe patrullimet përgjatë gjithë vijës bregdetare, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve dhe respektimin e rregullave të lundrimit. Gjatë patrullimit në sektorin detar të ishujve të Ksamilit te plazhi publik, shërbimet e policisë kufitare konstatuan një mjet lundrues gomone, i cili kishte hyrë brenda perimetrit të sigurisë, duke rrezikuar pushuesit që ndodheshin në plazh. Në përfundim të veprimeve administrative, mjeti lundrues u bllokuan ndërsa drejtuesi i shtetasi AB u ndëshkua me administrative 500.000 lekë të rinj. Policia e shtetit apelon për të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese dhe subjektet që operojnë me to të respektojnë perimetrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit.
Kënga polifonike zbriti në fundjavë në kaldrëmët e gurta të Gjirokastrës, duke shndërruar pazarin karakteristik në skenën e folklorit dhe traditës. Iso mbi kaldrëm, në edicionin e 5 mblodhi në shesh pushues të shumë të vendas dhe të huaj. Në Gjirokastër përgjatë fundjavës, kënga polifonike zbriti në kaldrëmet e gurta, duke shndruar pazarin karakteristik në skenën e folklorit dhe traditës. Në edicionin e 5 të aktiviteti kulturor, Iso mbi kaldrëm, mblodhi së bashku artistë dhe grupet e këngës popullore të zonës së Gjirokastrës. Aktiviteti është pjesë e kalendarit të organizimeve kulturore përgjatë sezonit të verës. Iso mbi kaldrëm synon promovimin dhe transmetimin në breza të vlerave të polifonisë, por dhe kthimin e saj në një atraksion tërheqës për turistët. Ishte grupi popullor Nektari Polifonis që çeli programin e këtij aktiviteti kulturor, i cili do të vazhdojë përgjatë gjithë muajit gusht. Polifonia është gjuha e shenjtë e kombit tonë, është ajo që ruajti historinë tonë kur gjuha jonë ishte ende pa shkruar. Në këngët e saj u shfaq historia jonë, u shfaqën legjendat, u shfaq gjithë ndodhit që hoqi populli jonë. Tek pazari karakteristik i Gjirokastrës, polifonia ka vlerë shumë të madhe pasi çdo gur i këtij kaldrëmi është i mbushur me korifej të këngës, të cilët brez pas brezi, mot pas moti e kanë kaluar këngën polifonike tek brezat e ri, siç jemi edhe neve sot, siç kam dhe unë shokët, një pjesë të shokëve të grupit që janë djemtë e familjes Çenko, të cilët e kanë trashëguar nga gjyshi i tyre, nga xhaxhallarët nga babai dhe nga xhaxha i tyre që kanë qenë me grupin e Gjirokastrës. Gjirokastra është një vend ku polifonia jetëzohet. Si çdo vit, qyteti i Gjirokastrës në muajin gusht sjell eventin, po mos të them më të rëndësishëm siç është Iso mbi kaldrëm. Duke shpalosur vlerat tona, traditat tona dhe të gjithë qarkut e Gjirokastrës me grupet folklorike të ndryshme, të cilat shpalosin të gjithë traditën edhe veçantë të vendit të tyre. Jam krenar dhe i lumtur sepse hapim sot Nektari Polifonis, duke na mbështetur sepse jemi dhe të rinj dhe ta mbrojmë atë dhe ta vazhdojmë brez pas brezi. Përgjatë stinës së verës në Gjirokastër po organizohet një kalendar i pasur me aktivitete kulturore duke gjallëruar kështu qytetin e gurt dhe rritur ndjeshëm vizitueshmërinë nga turistët. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.